Prej 4 vitesh, Klodist Xhulej nga fshati Peshta në Fier qëndroni paralizuar në shtrat pas një mundësi shërimi. Teksa vilte u linj humbi kontrollin dhe ra nga lartësia duke pësuar dëmtime të rënda në shtyllën kurrizore. 34 vjeçari tregon se jeta e tij mori sa hape mbyll syt një kthes tjetër mes vuajtjeve dhe sakrificave të mëdha, jo vetëm për të, por edhe për familjen e tij. Kam bërë aksident, kam rënë nga ulliri duke punuar, për më morën mend dhe kam rënë jam dëmtuar në shtyllën kurrizore. Kam bërë 3 ndërhyrje te spitali ushtarak, po fatkeqësisht jam i paralizuar në krevat. Nuk ka mundësi rikuperimi. Deri tani doktorat thonë akoma shumë shpejt. Jetesa është shumë e vështirë, unë marr 200.000 lekë kem dhe është shumë e vështirë. Edhe kujdestarinë e nusës, kam një djalë 4 vjeç, edhe jam detyruar të marr një banesë me qira në Fier. Të jem afër spitalit, po shumë e vështirë. Ndërkohë gjithë barra bie mbi shpatullat e Brikenës, bashkëshortes së Klodistit, e cila u përball me fatkeqësinë e papritur vetëm pas një viti martesë, kur sapo kishte sjell në jetë djalin e tyre të vetëm. Edhe për ne është shumë e vështirë, ne kemi dhe një djalë 4 vjeç. Ai do mënyrat e tija, do situatën e tija, ne nuk e kemi aq shumë mundësinë, sepse ne prej 200.000 lekësh veç kujdestaria ime nuk është se na dalin. Dhe u detyruam që prej 2 vitesh kemi marrë një banesë me qira në Fier, që të jemi më afër spitalit, sepse këtu nuk isha çaj beja. Ambulanca nuk më vinte, infermieri sado nuk vinte, s'kisha që t'i bëja. Kurse atje u detyrova. Thjesht i kërkoj bashkisë për bëj apel për një banesë sociale. Një zëri apeli për të ndihmuar me një banesë sociale vjen edhe nga nëna e 34 vjeçarit, zonja Xhulej, e cila thotë se shpërngulja në Fier është jetike për djalin e saj të paralizuar. Neve kërkojmë një banesë në Fier, se ishim 2 vjet këtu në Peshtan edhe nuk e lëviznim dot. Tani neve atje në Fier e nxjerrim me nusën për kafe, për çdo gjë. Edhe e çojmë edhe në spital për vizita, për çdo gjë. Edhe pse jeta në shtrat është tepër e vështirë për Klodistin, sërish i gëzohet fakti që është ende gjallë dhe mund të shohë djalin e vogël teksa rritet para syve të tij dhe t'i gëzohet jetës edhe në këto kushte. Një zjarr ka rënë mesditën e sotme në Sheqishte të Bashkisë Patos. Gjatë saldimit të tubave plastike që po përdoreshin në kuadër të investimit të bordit të kullimit për të marrë ujë nga këneta e Kurjanit për vaditjen e tokave bujqësore, janë përfshirë nga flakët të cilat janë përhapur me shpejtësi, duke mbuluar gjithë zonën me re të zeza tymi. Në vendngjarje kanë shkuar menjëherë 3 mjete zjarrfikse të bashkive Patos e Roskovec dhe një autobot, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve që u përhapur me shpejtësi në një sipërfaqe të gjerë. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, ndërkohë që dëmet janë të konsiderueshme pasi për llogaritjet paraprake flasim për 150 metro tub me diametër të gjerë, 1.5 metra të djegur plotësisht. Akademia Politike nisi sot leksionet e para në ambientet e selisë së Partisë Socialiste për 39 deputetët e rinj të zgjedhur në zgjedhjet e 11 majit. Kryeministri Edi Rama hapi ditën e djeshme para festës për 34 vjetorin e krijimit të partisë, punimet e akademisë në ambientet e kod në kryeministri me deputetët. Tani duhet që me tjetë seriozitet ta meritonin çdo ditë të gjë, se kjo është diçka që meritohet një herë. Nuk mjafton, kjo është çdo ditë. Nuk është si ato dekoratat që e merita bravo e ke vërgjitpon. Kjo është çdo ditë duhet të jesh i vlefshëm, për çdo ditë duhet të jesh i nevojshëm. Dhe i dobishëm. Deputetja e qarkut të Fierit, Zegjine Çaushi, kur po hynte në seli, u pyet nga gazetarët në lidhje me ndjesitë e saj për akademinë politike. Ajo u shpreh se është një trajnim dhe jo një shkollë, dhe të gjithë lektorët, duke filluar nga kryeministri dhe deri tek më i fundit, do të japin leksione politike për deputetët e rinj. Gjithë janë shumë apo mas ka filluar? Preferuar, që nga kryeministri deri tek i fundit.
Pas saj në akademi mbërriti deputeti Fatmir Xhafaj, që sot ishte lektori i parë që ju dha leksione 90 minutëshe deputetëve të rinj për rolin e deputetit dhe etikën e përfaqësimit. Pas Xhafajt, vazhdoi Niko Peleshi me temën roli kryetarit të grupit parlamentar dhe lektori i tretë për sot është Erion Braçe. Nuk do bëjmë si, ata nuk janë zënës, janë kolegë të mi, dhe siç ndodh në çdo lloj pune tjetër, dikush që ka një eksperiencë përpara mundohet t'ua transmetoj kolegëve. Në mënyrë metaforike është kënaqësi për mua të takoj me kolegët e mi që do të ndaj 4 vjet në seancë parlamentare. Akademia Politike do të vazhdojë leksionet për deputetët çdo fundjavë deri në fund të muajit korrik. Me gardën e vjetër të socialistëve që ndër vite kanë mbajtur pozicione drejtuese në Kuvendin e Shqipërisë dhe të grupit socialist. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sot në konferencën për shtyp vazhdoi me denoncimin e manipulimit të zgjedhjeve të 11 majit, ku përqendrua sidomos tek votat e vjedhura të diasporës sipas tij. Gazetarët e pyetën Berishën nëse do të mbante një leksion para deputetëve të rinj të Partisë Socialiste në Akademinë Politike që nisi sot, cila do të ishte tema. Kryetari i Partisë Demokratike tha se për deputetët e Partisë Socialiste, ku përmendi edhe Sara Milen, kishte vetëm një fjalë, jo leksion. Lini mandatet sepse nuk përfaqësoni popullin, por kartelet e drogës. Me deputetët e Partisë Krimit kisha vetëm një fjalë. Nuk përfaqësoni popullin, përfaqësoni kartelet e drogës dhe krimin në Shqipëri. Ju vend në parlament nuk keni. Kaq. Dorëzoni ato mandate, bëhen zgjedhje dhe kjo është e gjithë puna. Nuk mund t'jenë ata, s'ka ata përfaqësor, a e peti që bëhen ata më thonë jo. Të gjitha votat në fletët pa firma i mirë të vetëm një person që quhet famozja Sara Mile. E kuptuat pra, ka ndodhur gjëra që të nofta treni bulgar është thjesht njëri komponent se duket se ka patur dhe ndërhyrje të tjera shumë më të mëdha. Ata e thash në fjalën e parë që mbajta, ata aty në parlament vjen thuaja Elvis Doçi, Xhevdet Troplini, Fatmir Troplini, vin pojat, vin karteli i drogës Troplin. Në parlament vin karteli i drogës Gjushit, Shqopës e tjere me radhë. Në parlament vjen karteli i heroinës dhe i kokainës Elbasanit, Suel Çela me lejtnantët e vetë. Pra vin baron të drogës. Kjo është e vërtet e parlamentit që vjen. Konflikti mes Izraelit dhe Iranit po përshkallëzohet me sulme nga të dyja palët. Më shumë se 60 avion nga forcat ajrore izraelite goditën mbi 120 herë gjatë natës kundër objekteve ushtarake, fabrikave të prodhimit të raketave dhe qendrave të kërkimeve bërthamore në Teheran. Goditje ndaj zemrës industriale të mbrojtjes iraniane, i quajti Izraeli sulmet. Irani ju përgjigj me lëshimin e raketave drejt territoreve izraelite, ku disa prej tyre goditën qytetin Beersheva. Raketat prekën dhe ambientet e kompanisë Microsoft, ku shkaktuan plagosjen e të paktën 5 personave dhe përfshirjen nga flakët të disa automjeteve, ndërsa dritaret e ndërtesës u thyen nga shpërthimi. Në këtë situatë të tensionuar, Dmitri Peskov, zëdhënës i Kremlinit, paralajmëroi se përpjekjet për të ndryshuar regjimin në Iran ose për të vrarë udhëheqësin suprem, Ayatollah Ali Khamenei, do të ishin të papranueshme dhe do të hapnin kutinë e Pandorës. Ai theksoi se një akt i tillë do të nxiste ekstremizëm të brendshëm në Iran dhe do të destabilizonte më tej rajonin. Por ndërsa konflikti Iran-Izrael vazhdon, një eksod masiv ka prekur të huajt edhe vendasit. Shtete të ndryshme kanë nisur evakuimin e shtetasve të tyre. Mediat e huaja flasin për një grup prej 89 bullgarësh të evakuar nga Izraeli me avion drejt Sofjes, së bashku me 59 shtetas nga Slovenia, Shtetet e Bashkuara, Belgjika, Shqipëria, Kosova dhe Rumania. Associated Press
pohon se ata u nisën nga qyteti egjiptian i Sharm el Sheikh, ku ishin transferuar me autobus për te kufive nga Izraeli. Inteligjenca artificiale nuk mund ta kuptojë plotësisht gjuhën dhe është diçka që njerëzit sapo kanë filluar ta kuptojnë. Inteligjenca artificiale është bërë pjesë e jetës sonë të përditshme, pavarësisht nëse na pëlqen apo jo. Nga platformat e mediave sociale tek telefonat tanë, chatbotet e inteligjencës artificiale tani janë integruar kryesisht dhe përdoren çdo ditë për të thjeshtuar detyrat dhe për të gjetur informacion falmjeteve të tilla si ChatGPT. Por ndërsa njerëzit përdorin më shumë se gjuhën e folur apo të shenjave për të kuptuar si tonin e zërit, gjuhën e trupit dhe kontekstin, inteligjenca artificiale nuk mundet, pavarësisht se si mund të duket, pasi ajo bazohet tek të dhënat, jo eksperiencat e jetuara. Pionieri i inteligjencës artificiale dhe fituesi i çmimit Nobel, Geoffrey Hinton, ka thënë, ajo që më habit vërtet është se sa të mira janë rrjetet nervore në kuptimin e gjuhës natyrore. Kjo ndodhi shumë më shpejt nga sa mendoja dhe jam ende i habitur që ata vërtet e kuptojnë atë që po thonë. Por Vina Dvivedi, një profesoresh në departamentin e psikologjisë dhe qendrës për neuroshkencë në Universitetin Brook, ka argumentuar se inteligjenca artificiale nuk e kupton gjuhën si ne. Dvivedi shpjegon gjithashtu se rrjetet nervore në inteligjencën artificiale i referohen algoritmeve dhe nuk duhen ngatruar me rrjetet biologjike të trurit tek njerëzit. Pra, ndërsa një kompjuter apo një chatbot me inteligjencë artificiale mund të jetë në gjendje të përgjigjet gjuhës në formë teksti, atij mungon konteksti emocional i nevojshëm, që të jetë vërtet në gjendje të arrijë një nivel njerëzor të kuptuarit. Dvivedi shpjegon se edhe foshnjat janë në gjendje të kapin sinjale kontekstuale në gjuhë dhe si njerëz ne përdorim më shumë se sa vetëm fjalët e folura për të nxjerrë kuptimin, diçka që inteligjenca artificiale nuk është në gjendje të arrijë.